Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera, sot do të ndiqni. Sot Shqipëria mbush plot 113 vite pavarësi. Dita e flamurit është përkujtuar sot në Gjirokastër me omazhet e kryera në kodrën e rilindasve. Prej andej, drejtues të pushtetit vendor dhe përfaqësues të politikës lokale përcollën urime mesazhe për këtë ditë simbol të historisë së kombit shqiptar. Ndërkohë, festime në nderim të kësaj dite janë mbajtur edhe në Sarandë. Në Sarandë, prej disa ditësh ka nisur rehabilitimi emergjent i argjinaturës së lumit Bistric në kanalin e Çukës, ku nga vërshimet e ditëve të fundit u shënuan shembje në 4 pika. Punimet u inspektuan nga Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu dhe kryetari i Bashkisë Oltion Çaçi. Vengu tha se ndërhyrjet po kryen me një përpjekje të përbashkët civile ushtarake dhe puna do të vazhdojë deri në rehabilitimin total të argjinaturës. 65 nxënës do të përfitojnë nga investimi prej 1 milion euro i qeverisë shqiptare për rikonstruksionin e plot të godinës së shkollës nëntëvjeçare Finik. Sipas drejtuesit teknik të objektit, pas pak ditësh përfundojnë punimet për godinën e parë. Nesër luftëtari do të presë në stadiumin Gjirokastra ekipin e Apollonis. Java e 13 e kampionatit shqiptar i gjem bluzin me trajner të ri është Bledar Devolli që do t'i drejtojë në vijim. Ju njohim tani më gjerësisht. Sot Shqipëria mbush plot 113 vite pavarësi. Dita e flamurit është përkujtuar sot në Gjirokastër me omazhet e kryera në kodrën e rilindasve. Prej andej, drejtues të pushtetit vendor dhe përfaqësues të institucioneve lokale përcollën urime dhe mesazhe për këtë ditë simbol të historisë së kombit shqiptar. Gjirokastra ka përkujtuar sot 113 vjetorin e pavarësisë. Autoritete vendore, përfaqësues të institucioneve, qytetarë u bën bashkë në kodrën e rilindasve, ku kryen homazhe vendosën kurora me lule në këtë vend ku prehen eshtrat e 5 patriotëve gjirokastrit: Bajo e Xherxhistopulli Koto Hoxhi, Pandeli Sotiri e Andon Zako Çajupi. Si çdo 28 nëntor, ne nderojmë ditën e pavarësisë. Fim këtu te memoriali i rilindasve për të shprehur mirënjohjen për gjithë ata gjirokastrit që në fakt nuk ishin thjesht të penës, por ishin edhe të pushkës, ata mendjendritur, të cilët në fakt të dhanë kontribut të rëndësishëm në pavarësinë e Shqipërisë. Rrodh ditë e pavarësisë, rrodh Shqipëria. Zgjodhëm sot të nderojmë 28 nëntorin pranë memorialit të rilindasve, sepse ishin pikërisht ata që frymëzuan popullin për të krijuar këtë ditë të shënuar që ne festojmë sot. Ishin pikërisht ata që në ditët më të errta, me dashurinë, vizionin, për kushtimin e tyre, ju dhanë shqiptarëve emër, dinjitet dhe krenari. Sot nderojmë ata që ishin frymëzues të shpirtit njerëzor, të cilët kuptuan se përpara se të çlironin trojet, duhet të çlironin mendjet njerëzore. Lavdi rilindasve, lavdi atyre që na mësuan të jemi komb, gëzuar 28 nëntorin. Në këtë ditë të shënuar të historisë së Shqipërisë, përcolli mesazhin e tij edhe deputeti i Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër Piro Dhima. Sot nderojmë ditën e flamurit, këtë ditë që të parët tanë luftuan dhe për një Shqipëri më të lirë, më dinjitoze dhe më europiane. Dhe sot këtej nga ky memorial i rilindasve, unë kam një mesazh për Gjirokastrën që ne jemi brezi në të cilin mundet kjo aspirat të këtyre rilindasve dhe e atyre njerëzve që dhanë jetën, kontributin e tyre të bëhet realitet. Gëzuar ditën e flamurit, gëzuar pavarësinë. Tërë jetën e tyre e quan me luftë, me pushk, me armë, dorë, për një Shqipëri të pavarur dhe solide, për një arsim, kulturë dhe dinjitet kombëtar. I paruar qoftë kujtimi patriotë. Dita e flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë është kurorëzimi i sakrificës së vazhdueshme ndër shekuj me synim krijimin e shtetit shqiptar. Festimet në nderim të kësaj dite janë mbajtur edhe në Sarandë. Ndjekim materialin.
Si çdo 28 nëntor, edhe në mëngjesin e këtij 113 vjetori të pavarësisë, Saranda u drejtua sërish drejt vendit historik, ku më 5 dhjetor të vitit 1912 u ngrit për herë të parë flamuri i pavarësisë në këtë krahin, vetëm pak ditë pas shpalljes së saj nga Ismail Qemali në Vlorë. Ky moment simbolik mbetet një nga gurët e rëndësishëm të kujtesës historike të jugut të vendit, ndaj çdo vit qytetarë dhe institucione i rikthehen me respekt e solemnitet. Në sheshin përpara memorialit, autoritetet vendore, veteranë dhe pasardhës të tyre, përfaqësues të subjekteve politike, të institucioneve arsimore e kulturore, si edhe shoqata të ndryshme të jetës qytetare, morën pjesë në ceremoninë e vendosjes së buqetave me lule. Në tingujt të solemn të orkestrës frymore, buqeta e parë u vendos nga kryetari i Bashkisë Sarand, Oltion Çaçi, i cili përcolli edhe mesazhin e respektit ndaj brezave që sakrifikuan për lirinë e vendit. Ceremonia vijoi me interpretimin e këngëve patriotike nga grupi folklorik i Qendrës Kulturore të Bashkisë. Artistët sollën një program të zgjedhur tematik, duke krijuar një atmosferë festive dhe emocionuese për të pranishmit, të cilët u bashkuan në duartrokitje dhe këngë në një ditë që bashkon të gjitha brezat rreth vlerave të pavarësisë dhe identitetit kombëtar. Në Sarand, prej disa ditësh, ka nisur rehabilitimi emergjent i argjinaturës së lumit Bistric në kanalin e Çukës, ku nga vërshimet e ditëve të fundit u shënuan shembje në 4 pika. Punimet u inspektuan nga Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu dhe kryetari i Bashkisë Oltion Çaçi. Vengu tha se ndërhyrjet përkryhen me një përpjekje të përbashkët civile ushtarake dhe puna do të vazhdojë deri në rehabilitimin total të argjinaturës. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu bashkë me kryetarin e Bashkisë Sarand, Oltion Çaçi, inspektuan sot nga afër punimet për rehabilitimin emergjent të argjinaturës së lumit të Bistric në kanalin e Çukës. Ministri theksoi se shembjet në disa pika të argjinaturës e bën ndërhyrjen emergjente të domosdoshme. Ta bërë të qartë edhe për publikun dhe gjithë banorët e Sarandës, Finiqit, Delvinës, praktikisht gjithë zonës prekur nga vërshimet e Bistricës. Gjendemi në kanalin e Çukës, në pritën më të madhe, argjinaturën më të madhe të Bistricës, ku gjatë vërshimeve të ditëve të fundit patëm në 4 pika praktikisht një shëmbje të konsiderueshme. Ai shtoi se ndërhyrjet po kryhen me një përpjekje të përbashkët civile ushtarake, ku përveç ekspertizës së bashkive janë angazhuar edhe mjetet gjenjere të ushtrisë. Është një përpjekje përbashkët deri diku civile ushtarake, sepse kemi dhe mjete gjenjere që janë të angazhuara, qoftë edhe për ekspertizën që kanë aksesin e zonave ku ka dëmtime, prita shkëmore apo argjinaturash, qoftë edhe në mbështetje të bashkisë siç u bë dhe kërkesa pranë emergjencave civile. Kryetar, është padyshim e nevojshme që faza tjetër të jetë ajo faza e rehabilitimit tërësor, jo vetëm për nevoja emergjente, sikundër në mbar bashkinë praktikisht rritje kapaciteteve për sa i përket infrastrukturës parandaluese të emergjencave. Kryetari i Bashkisë Sarand, Oltion Çaçi, shpjegoi se puna intensive nuk ka ndalur prej 5 ditësh dhe se objektivi është të forcohet gjithë argjinatura për të parandaluar situata të ngjashme në të ardhmen. Për pak ditë stabilizohet të themi gjendja emergjente dhe mendojmë që ne do vazhdojmë për gjatë gjithë argjinaturës, jo vetëm këtu, po deri tek Ura Gajdari. Do nxjerrim nivelin dhe e mira është që ta përforcojmë gjithë argjinaturën, sepse me çfarë kuptoj unë, këto do jenë veshje të vazhdueshme dhe le të themi edhe vitet që vijnë do kemi për të situata, kështu që e mira është të dalim para kësaj. Ministri Vengu bëri me dije gjithashtu se për vitin 2026 është parashikuar një rishpërndarje me drejt e buxhetit për emergjencat civile, duke mbështetur veçanërisht bashkitë me risk të lartë për mbytyje si Saranda, Delvina dhe Finiqi. Banorët e fshatit Finiq reagojnë për ndërprerjet e shpeshta dhe me orë të zgjatura të energjisë elektrike gjatë ditëve të fundit, nga shirat e rënduar dhe shkarja e dheut është bllokuar rruga që të çon në parkun arkeologjik. Finiqi
Është fshati më i madh i minoritetit etnik grek për sa i përket popullsisë regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile. Gjatë stinës së dimrit qëndrojnë në fshat vetëm 8% e popullsisë së përgjithshme, rreth 250 banor. Gjithashtu, Finiqës qendra njësës vendore me të njëjtin emër dhe përjetoi ditë të vështira gjatë 10 ditësh të fundit, si pasojë sasive të mëdha të rreshjeve të shiut. Kjo është rruga që të çon në parkun arkeologjik të Finiqit. Por mbytyet e ditëve të fundit, shirat e kanë bllokuar totalisht dhe vajtja për në parkun arkeologjik tashmë është e pamundur. Përveç përmbytjeve në banesa dhe në toka bujqësore, ndërprerjet e shpeshta dhe me orë të zgjatura të energjisë elektrike kanë sjellë edhe reagimin e banorëve. Kemi përjetuar me pak vështirësi. Vërshuar mali, ka pasur shkitje dheu vajti në rrugën qendrore, edhe fshati nga anaja e poshtme u mbit me lum dheu. Ditë 2 javë që çdo natë s'kishim drita. Edhe në masa nuk merren. Me zblokuar rruga që dalë me makinën akoma s'është pastruar. Edhe me korrentin jemi shumë keq. Sidomos këto muajin e fundit jemi akoma me keq. Neve duam drita, vetëm drita dhe rrugë, s'duam asgjë tjetër. Njëkohësisht, në bashkinë e Finikit grupi i inxhirimit evidentoi dhe shkarjen e asfaltit gjatë rrugës kombëtare, Syri Kaltë Sarand, afër fshatit Bistric. Kjo e premte ka shënuar radhë të gjata pritje në pikën kufitare të Kakavijës në hyrje të Greqisë. Fluksi i shtuar i qytetarëve që udhëtojnë për fundjavë ka krijuar vonesa në procedurat e kalimit, duke sjellë pritje të zgjatura për udhëtarët. Nga pala shqiptare dhe ajo greke po punohet me 3 sportele operative me qëllim menaxhimin e situatës dhe shmangjen e pritjeve të gjata për qytetarët që kalojnë kufirin. Sipas të dhënave zyrtare të shërbimeve të policisë kufitare Kakavij, gjatë 24 orëve të fundit u përpunuan 4.320 shtetas në hyrje dhe dalje, nga të cilët 1.824 ishin në hyrje dhe 2.496 në dalje. Në të njëjtën ditë u regjistruan gjithashtu 1.669 mjete në hyrje dhe dalje, përkatësisht 741 në hyrje dhe 928 në dalje. Autoritetet kufitare po vijojnë monitorimin dhe menaxhimin e fluksit, ndërkohë që udhëtarët këshillohet të planifikojnë kohën e udhëtimit dhe të kenë durim gjatë pritjes. 65 nxënës do të përfitojnë nga investimi prej 1 milion euro i qeverisë shqiptare për rikonstruksionin e plot të godinës së shkollës nëntëvjeçare të Finiqit. Sipas drejtuesit teknik të objektit, pas pak ditësh përfundojnë punimet për godinën e parë. Godina e shkollës nëntëvjeçare të Finikit kishte prej vitesh probleme me strukturën ndërtimore, duke krijuar probleme serioze jo vetëm në procesin e mësimdhënies, por edhe në parametrat e shëndetit të nxënësve dhe stafit pedagogjik. Prandaj dhe kishte reagime të forta nga ana e prindërve për situatën që ishte krijuar. Investimi i qeverisë shqiptare për rikonstruksionin e plot të ish shkollës nëntëvjeçare të Finikit po shkon drejt fundit. Pikërisht, një vit më përpara, në nëntor të vitit 2024, kanë filluar punimet për rikonstruksionin e kësaj shkolle, e cila tashmë do të jetë në shërbim të nxënësve, të mësuesve, por edhe të prindërve të Finikit dhe gjithë fshatrave përreth. Përgjegjës teknik i objektit sqaron për televizionin publik se pas pak ditësh do të përfundojnë punimet për rikonstruksionin e plotë të pjesës kryesore të godinës së shkollës. Te shkolla vjetër mund të hyjnë nxënësit në fjalë, banjat janë në rregull, drita janë në rregull, instalimet e hidraulikës në rregull, lyrja është bërë 100%, dyert janë vendosur, kështu që për pjesën e vjetër shkollë që ka qenë ekzistuese, shkolla është në fjalë 100% mbaruar. Sa për këtë pjesës re, aty janë vetëm dyert për të vënë, edhe 100 metra pllaka për të vënë. Mund të shikojmë në vend. Edhe kjo mendoj që po na kishte marrë koha, mund të kishte përfunduar, por maksimumi shumë të një 8 ditë marrin. Proceset kanë mbaruar, drita e mbuar, vetëm boja. Boja na penalizon se nuk mund ta lërim me këto lagështi që ka. Investimi prej 1 milion euro i qeverisë shqiptare për rikonstruksionin e plotë të shkollës është pritur pozitivisht jo vetëm nga Këshilli i Prindërve të 65 nxënësve, por edhe nga të gjithë banorët e zonës. Qendra Kulturore Fato Berberi u bë pjesë e festimeve të dy ngjarjeve të rëndësishme të historisë së Shqipërisë, pavarësisë dhe çlirimit me organizimin e aktivitetit Ti Shqipëri më jep nder. Fëmijët gjirokastrit përmes këngëve, recitimeve, valleve, pjesëve instrumentale ndezën atmosferën në teatrin Zini Sako.
Kjo është atmosfera e krijuar nga fëmijët e qendrës kulturore Fato Berberi në Gjirokastër, në kuadër të festave të nëntorit. Ti Shqipëri më jep nder ishte aktiviteti ku interpretuan fëmijë të talentuar në arte, këngë, valle, muzikë. Me performancat e tyre shpalosën ndjenjën e atë dashurisë dhe vlerësimin për figurat historike të kombit shqiptar. E mjera Shqipëri, kusht ka qit me kryeri, ti ke paske një zonerant, pura me dheu të freskinanë. Kjo pas shumë mira e begati, me vajzat bukra e djemëtri. Ja ku është flamuri, ja ku është liria, festojmë ka vërsin, rrëtë Shqipëria! Tashme dhe fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve Fato Berberi këtu në Gjirokastër janë bërë pjesë e atmosferës festive në kuadër të festave të 28 dhe 29 nëntorit. Me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër, fëmijët e qendrës kulturore po organizojnë koncertin festiv Ti Shqipëri më jep nder. Pra nëpërmjet këtij koncerti fëmijët sjellin vlera artistike, por ndërkohë promovojnë edhe talentin e tyre në këngë, valle, instrumenta të ndryshme të tjerë. Kjo është pjesë e natyrshme e programit të aktiviteteve që Qendra Kulturore e Fëmijëve organizon vazhdimisht për të gjallëruar jetën artistike dhe kulturore në qytetin e Gjirokastrës, po pse jo dhe për të promovuar talentin e fëmijëve në arte të ndryshme. Kalendari i aktiviteteve të Bashkisë Gjirokastër në kuadër të festave të nëntorit vijoi me ceremoninë e omazheve në kodrën e rilindasve, ndërsa 29 nëntori do të kremtohet me omazhet në varrezat e dëshmorëve. Shkollat publike në Dropull kanë programuar dhe shumë shpejt do të fillojnë përgatitjet për aktivitetet e fundvitit. Madje drejtuesit e shkollave mendojnë të shtrinë aktivitetet artistike edhe në fshatra të tjera të kësaj zone. Në dy shkollat e bashkuara të Dropullit, festat e fundvitit ato të kristitjeve të vitit të ri, shoqërojnë me aktivitete artistike, ku protagonist bëhen jo vetëm mësuesit e mësuesit, por edhe prindërit me gjithë komunitetin. Shkolla e bashkuar Dervician tradicionalisht krijon atmosferë festive për të gjitha fshatrat e Dropullit poshtëm. Nxënësit e presim me shumë kënaqësi, jo vetëm për ato dhuratat e bukura që marrin, të cilat do të merren dhe nga drejtoria, do të merren dhe nga Bashkia Dropull, por edhe vjen ato ditët e pushimeve të cilët ata presin të qetësohet dhe patjetër është një festë e bukur familjare ku mblidhemi të gjithë njerëzit e munguar vinë pranë nesh dhe patjetër që këtij gëzimi do t'i bashkohet edhe festa që do të zhvillojë edhe shkolla jon për fund vit. Ndërsa drejtuesit e shkollës së bashkuar Bulerat alternojnë vendodhjen e zhvillimit të aktivitetit në njësinë administrative të Dropullit të sipërm. Planifikimi është të bërë dhe nga fillimi i muajit do të fillojmë provat dhe besoj se edhe si vjet ne do të arrijmë të festojmë denjësisht si çdo vit. Ne kemi bërë si traditë që çdo vit shkojmë nga njëri fshat në tjetrin me qëllim që edhe fshatrat e tjera të shohin një aktivitet fëmijësh. Se kjo është një mundësi që edhe moshatarët që jetojnë në fshatra të largëta të shohin fëmijët se si shfaqin aktivitetet e tyre, por edhe ata të gëzojnë me gëzimin e fëmijëve. Gjatë festave të fundvitit, fëmijët dhe nxënësit në Dropull marrin edhe shkëmbejnë dhuratat ndryshme. Nesër luftëtari do të presë në stadiumin Gjirokastra ekipin e Apollonis. Java e 13 e kampionatit shqiptar i gjen në bluzinjtë me trajner të ri. Është Bledar Devolli që do t'i drejtojë në vijë. Java e 13 e kampionatit shqiptar në futboll e vendos luftëtarin përballë Apollonis. Takim ky që do të luhet të shtunën në stadiumin Gjirokastra. Në këtë përballje bluzinjtë shkojnë me trajnerin e ri Bledar Devolli, i cili ka vetëm pak ditë që ka marrë drejtimin e pankinës Gjirokastrite. Një ditë para ndeshjes, Devolli shprehet për një nisje të mbar. Jam emocionuar, me thënë drejtën, që rikthehem pas kaq kohësh, edhe i nderuar njëkohësisht dhe falenderues ai kryetarit të bashkisë që më dha mundësinë të drejtoj luftëtarin. Edhe pse është një moment jo i mirë për ekipin, por në këto ditë që kemi stërvit, kam parë një grup të shëndetshëm, një grup që keni cilësi, edhe kjo më jep besim e shpresë që nga nesër ta nisim me këmbën e mbar. Apollonia dihet që është një ekip i mirë i kësaj lige, është një grup që ka disa vite bashkë. Unë para një javë më ndesha me ta, kanë cilësi, ne kemi punuar mirë, kemi marrë masat e dim pikat e forta të kundërshtarit, edhe besoj se me ato që kemi bërë në stërvitje edhe ditën që do bëjmë sot, shpresoj dhe besoj që do ja dalin nesër dhe ta fillojmë ato që thash me këmbën mbar.
Aktualisht, luftëtari renditet i parafundit në tabelën e klasifikimit me 10 pikë. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi bashkë, miru takofshim.